Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, kjo ditë sjell energji të fortë, emocionale dhe nevojë për veprim. Në mëngjes, mund të ndihesh i motivuar për të rregulluar çështje që i ke lënë pezull. Në punë, kërkohet përqendrim, sepse një detaj i vogël mund të ndryshojë rezultatin final. Financiarisht, shmang shpenzime impulsive. Në dashuri, sot është momenti mirë për të shprehur ndjenjat hapur dhe për të falur gabimet të vjetra. Nëse je beqar, një bisedë e thjeshtë mund të ndezë interes të ri. Demi, sot kërkon stabilitet dhe siguri emocionale. Në mëngjes, do ndjesh nevojë për rutinë dhe organizim. Detyrat praktike ecin mirë, nëse nuk nxitohesh. Në punë, mund të marrësh një kompliment ose vlerësim që të rrit vetbesimin. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Në dashuri, dita favorizon bisedat e sinqerta dhe momentet intime. Binjakët, komunikimi është arma jote më e fortë sot. Në mëngjes, merr lajme interesante ose ftesë të papritur. Në punë, idetë rrjedhin lirshëm, por duhet disiplinë për t'i zbatuar. Financiarisht, është mirë t'i planifikosh, jo të improvizosh. Në dashuri, flirtet dhe bisedat të thella sjellin emocione pozitive. Beqarët kanë shanse për njohje të re, ndërsa çiftet rigjejnë humorin. Gaforja, ndjeshmëria është më e lartë sot dhe zemra kërkon siguri. Në mëngjes, përqendrohu te familja ose shtëpia. Në punë, mund të ndihmosh dikë dhe kjo të sjellë kënaqësi. Financat janë të qëndrueshme, nëse shmang blerjet emocionale. Në dashuri, dita favorizon përqafimet dhe gjestet e vogla. Beqarët mund të rikujtojnë një lidhje të kaluar. Pasditja sjell qetësi dhe dëshirë për art ose gatim. Luani, sot dëshiron vëmendje dhe shprehje personale. Në mëngjes, ndihesh energjik dhe gati për sfida. Në punë, mund të marrësh rol drejtues. Financat kërkojnë maturi. Në dashuri, pasioni ndizet lehtë. Sorprizat romantike japin efekt. Beqarët tërheqin vëmendje natyrshëm. Pasditja sjell kreativitet dhe ide të reja. Mos harro të dëgjosh edhe të tjerët. Virgjëresha, kjo ditë të fton të ndalosh pak ritmin dhe të reflektosh mbi prioritete personale. Në mëngjes, ndihesh më i përqendruar dhe i gatshëm të përfundosh detyra që kërkojnë saktësi. Në punë, përkushtimi yt vihet re, por mos u lodh duke u marrë me çdo detaj të vogël. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Peshorja, sot kërkon harmoni në çdo aspekt të jetës. Në mëngjes, mund të ndihesh emocional, por shpejt e gjen ekuilibrin. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate pozitive dhe një ide e përbashkët mund të hap dyert të reja. Financiarisht, është mirë të mendosh dy herë para çdo vendimi. Në dashuri, dita favorizon romantiket, pajtimet dhe surprizat e vogla. Akrepi, energjia e sotme është intensive dhe transformuese. Në mëngjes, ndihesh i vendosur për të ndryshuar diçka të rëndësishme. Në punë, mund të zbulosh informacione që të ndihmojnë të ecësh përpara. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të rreziqeve. Në dashuri, emocionet janë të forta. Pasioni rritet, por edhe ndjeshmëria. Çiftet duhet të flasin hapur, ndërsa beqarët mos të nxitojnë në lidhje të reja. Shigjetari, sot ndihesh optimist dhe plot dëshirë për aventura të reja. Në mëngjes, mendja shkon drejt planeve afatgjata ose udhëtimeve. Në punë, një mundësi interesante mund të shfaqet nëse je i hapur ndaj ndryshimeve.
financat janë të qëndrueshme, po shmang shpenzime impulsive. Në dashuri, spontaniteti sjell buzëqeshje dhe momente të bukura. Britsjapi, përgjegjësia dhe qëndrueshmëria janë temat kryesore sot. Në mëngjes, fokusohesh në karrierë dhe objektiva personale. Në punë, përpjekjet e tua japin rezultate konkrete. Financiarisht, është moment i mirë për të rishikuar planet dhe kursimet. Në dashuri, kërkon stabilitet dhe siguri emocionale. Çiftet forcojnë lidhjen përmes mbështetjes. Ujori, sot ndihesh ndryshe nga rutina dhe kërkon liri mendore. Në mëngjes, idetë e reja rrjellin natyrshëm. Në punë, kreativiteti yt vlerësohet dhe një projekt mund të marrë drejtim interesant. Financat kërkojnë organizim. Në dashuri, dëshiron sinqeritet dhe hapësirë personale. Çiftet flasin për të ardhmen, ndërsa beqarët tërhiqen nga njerëz unik. Peshqit, intuita jote është shumë e fortë sot. Në mëngjes mund të ndjesh emocione të thella dhe nevojë për qetësi. Në punë, empatia jote ndihmon të zgjidhësh situata delikate. Financat kërkojnë realizëm dhe kufij të qartë. Në dashuri, romantika rritet dhe gjestet e vogla kanë kuptim të madh. Çiftet ndihen më afër, ndërsa beqarët mund të ëndërrojnë për një lidhje ideale. Pasditja sjell frymëzim artistik. Kujdesu për energjinë shpirtërore me meditim ose muzikën. Mbrëmja është ideale për reflektim të qetë. Mesazhi i ditës: beso zërit e mbrëmshëm dhe lere zemrën të ulëheq. Si përfundim, data 14 shkurti sjell për të gjitha shenjat një energji të veçantë emocionale, reflektuese dhe romantike. Është një ditë që na kujton rëndësinë e lidhjeve njerëzore, komunikimit të sinqertë dhe kujdesit ndaj vetes, pavarësisht sfidave të vogla që mund të shfaqen gjatë ditës. Secila shenjë ka mundësi të gjejë ekuilibër nëse vepron me durim dhe mirëkuptim. Dashuria nuk shfaqet vetëm në marrëdhëniet romantike, por edhe në mënyrën si flasim me veten, si mbështesim miqët dhe si falim gabimet e së kaluarës. Kjo ditë na fton të lëm pas tensionet, të pranojmë ndryshimet dhe të ecim përpara me besim. Vendimet e marra sot, sado të vogla, mund të kenë ndikim pozitiv në javët që do të vijnë. Merr kohë për reflektim, dëgjoj intuitën dhe mos harro të vlerësosh gjërat e thjeshta.